Jemi këtu me një vend me të vërtet shumë të veçantë, madje vendi më i veçantë në botë. Jemi në qabën fisnike dhe aktualisht jemi duke bërë tavaf. Ai që futën tavaf i bën 7 sjellje rreth qabës, në fund i fal 2 rekate dhe ka shpërblim të madh tek Allahu i Madhëshëm. I vetmi vend në botë që lejohet të sillet rreth saj me qëllim adhurimi është qabja fisnike. Ka një veçori që urtësin vetëm Zoti i Madhëshëm e din mas mirë. Duke qenë që ne jemi në tavaf dhe siç po shihni, të gjithë i kemi 2 parë rroba të veshura. Kjo na kujton që ne jemi njerëz gjallë, përse jemi realisht duke shkuar nga vdekja. Nuk do të marrim me vete asgjë përveç se qefinën. Madje edhe qefinën realisht nuk e marrim me vete, se ai do të shkatërrohet, do të myket. Ajo që e marrim me vete janë vetëm veprat tona. Shikoni këtë grumbull të njerëzve. Kjo me të vërtet ta kujton që realisht një ditë do të dalim para Zotit, të gjithë barabart, pa dallim kush është i pasur, kush është i varfër. Edhe këtu nuk dallohen njerëz, ndoshta është njëri më i pasur, ndoshta është kryetar shteti, po të gjithë kanë me vesh rrobat e njëjta, 2 peshqira, 2 rroba të thjeshta, në mënyrë që me tregu modesti dhe në shtrim para Zotit Madhëshëm. Andaj nga kjo pozitë ju porosis gjithëve që kthen ju Zotit Madhëshëm, kthen ju Zotit kësaj shtëpie, se nuk e keni shpëtimin askund vetëm se te Krijuesi juaj, ai që ju ka dhënë jetën tuaj, dhe lumturia nuk gjendet askund tjetër. Ky shpirt që na ka dhënë Zoti prej qiellit, vetëm prej qiellit mund të ushqehet. Nuk mund të gjeni lumturi dikon tjetër. Kështu që kthen ju Zotit, kthen ju rrugës tij, edhe nëse nuk ju pëlqen, sepse xheneti është i rrethuar me gjëra të urrejtura, kurse xhenemi me qefe, me epshe. Ato qefet e epshet mund të kënaqin një kohë të shkurt, mirë po do të djegësh shpirtërisht në këtë botë dhe në botën tjetër edhe fizikisht. Kurse ai që duron ndaj vështirësive, falet edhe kur është vështirë, agjeron edhe kur është vështirë, i kthehet udhë Zotit, ndalohet, largon ndalesa pse i pëlqen. Në fillim mund të vuajë, mirë po si rezultat do ta ketë paqen shpirtërore dhe lumturinë e amshueshme.